pas përfundimit të pushimit, deputetët do t'i kthehen punës në kuvent, ku i pret një agjendë ngjeshur dhe një numër i madh i ligjesh që pritet të miratohen. Një prej ligjeve që pritet të jetë në fokus është edhe ligji kundër pirjes së duhanit, i iniciuar gjatë mandatit të ish-ministrit të shëndetësisë Azir Aliu. Ministri i ri i shëndetësisë Sasho Klekovski në një deklaratë për televizionin Koha tha se ligji ka mbështetjen e të gjithë aktorëve relevant dhe se pritet të miratohet menjëherë pas përfundimit të pushimeve. To je zakon ima cjelosna podrška na vladat. Ky ligj ka mbështetje të plotë të qeverisë, Ministrisë së Shëndetësisë gjithsesi dhe shpresoj shumë se me marrëveshje me kryesinë e kuvendit shumë shpejt do ta miratojmë të njëjtin. Klekovski ka bërë të ditur se për këtë propozim ligj janë dorëzuar vetëm disa amandamente, të cilët do të shqirtohen para se propozim ligji të miratohet. Verujem da ima golema podrška vo javnosta. Besoj që ligji ka mbështetje të madhe edhe në opinion, është në procedurë parlamentare dhe ka kaluar në lexim të parë. Janë dorëzuar disa amendamente dhe mendoj se më njëherë pas pushimeve dhe fillimit të punës së kuvendit do ta miratojmë. Ndryshe, ligji kundër pirjes së duhanit synon forcimin e mbrojtjes së qytetarëve nga ekspozimi i ndajtymit të duhanit në hapësirat publike dhe të mbyllura, si dhe vendosjen e rregullave më të qarta për konsumimin e produkteve të duhanit.